Spekulimet për një romans mes Erik Fullanit dhe Sara Hoxhës janë shtuar ndjeshëm ditët e fundit, pasi të dy janë parë në disa ambiente të njëjta, fillimisht në jug të vendit dhe së fundmi në një festë private në Tiranë. Pas fotove të publikuara nga një vend bregdetar që ngjallën dyshime për një udhëtim të përbashkët, Fullani dhe Hoxha janë shfaqur sërish në të njëjtën orbitë, në ditëlindjen e parë të Zeos, djalit të aktores Olta Gixhari. Festa u mbajt në periferi të Tiranës dhe mblodhi miqt më të afërt të aktores. Miqësia e ngushtë mes Sarës dhe Oltës është tashmë e njohur, e nisur që nga bashkëpunimi në serialin Në kuadër të dashurisë, ku të dyja luanin si motra. Prania e Sarës në festë normalisht ishte e pritshme. Por ajo që tërhoqi vëmendje ishte pjesëmarrja e Erik Fullanit, i cili deri më tani nuk ka qenë i lidhur publikisht me rrjetin shoqëror të Oltës. Madje nga një kërkim i shpejt në rrjetet sociale rezulton se ata as nuk ndiqen në Instagram. Kjo ka lënë vend për interpretim se Erik Fullani mund të ketë qenë shoqëruesi i Sara Hoxhës në këtë festë organizuar nga Olta. Ky takim i përbashkët vetëm se e ka shtuar dyshimet për një raport më të afërt mes Erikut dhe Sarës. Kujtojmë që prej 2 vitesh, Sara dhe Ledri nuk janë më në një marrëdhënie mes tyre. Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.